Për zhvillimet aktuale politike, konkretisht për atë që është temë dhe e ditëve të fundit se çfarë ndodh brenda koalicionit Vlen, sot me mua në studio për të biseduar në intervistën e ditës është kryetari i Alternativës, zoti Zeqeria Ibrahimi. Zoti Ibrahimi, mirë se erdhët në Alsat. Mirë që u gjeta dhe ju faleminderit për ftesën. Faleminderit. Kishte edhe një takim tjetër mes liderëve të Vlen ose mes përfaqësuesve të Vlen me kryeministrin e Kosovës zotin Albin Kurti në ditën kur ai erdhi në kufi me Maqedoninë për One Stop Shop. Çfarë u bisedua në këtë takim, duke qenë se është shumë e rëndësishme për shkak të gjitha zhvillimeve brenda Vlenit gjatë periudhës së fundit. Ai ishte zoti Taravari dhe a pati ndonjë epilog? Në fakt, ky nuk ishte një takim i planifikuar enkas për të zhvilluar ndonjë bisedë politike, por më shumë ishte për ta uruar hapjen e pikës One Stop Shop në Bllaz dhe shfrytzuam rastin që të pim një kafe së bashku. Ajo ishte një ngjarje shumë e rëndësishme, bile kisha thënë edhe me përmasa historike për qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe të Kosovës. Dhe gjatë atij takimi nuk është se kishim ndonjë mundësi të flasim shumë të tema të politikës ditore, përposa asaj që zoti Kurti edhe njëherë shpreu inkurajimin e tij që ne do mund të vazhdojmë të bashkëpunojmë edhe për zgjedhjet lokale. Në këtë takim nuk ishte i pranishëm vetëm zoti Izet Mexhiti për shkak të një detyrimi që e kishte atë ditë në Shkup, kurse pjesa tjetër e liderëve koalicionit Vlen ishim aty gjithë së bashku. A është e vërtet, zoti Ibrahimi, që i jeni nështruar, nëse mund të them kështu, kërkesës së kreut të Aleancës për shqiptarët Arben Taravari për 35% të pozitave për kryetar komune në zgjedhjet lokale dhe 65% e kulaçit u mbetet 3 partive të tjera politike? Po nuk e di, është termi sakt dhe është e drejtë përdorim aso terma në kontekst të bashkëpunimit të brenda Vlenit. Unë do kisha thënë që ne në Vlen kemi dashur dhe jemi të angazhuar edhe aktualisht të gjejmë zgjidhje me të cilën të gjitha partitë që e përbëjnë Vlenin të mund të ndjehen mirë të përfaqësuara dhe të ruajmë frymën e kohezionit koalicionit dhe të shkojmë së bashku në zgjedhje. Për shkak se tek Aleanca për shqiptarët ka pasur hezitime gjatë kësaj kohe, ka pasur edhe presione të brendshme të strukturave. Pjesa tjetër e Vlenit është të treguar më zemërgjerë në kuptim të asaj që në termat që ju i përdoret i bie që të kemi lëshuar pej, që të mund të vazhdojmë dhe të bashkëpunojmë edhe për zgjedhjet lokale. Në të vërtetë, gjithë kjo është bërë për shkak se kjo është një kërkesë e elektoratit koalicionit Vlen dhe ne nuk duam që ta thejmë shpresën e shqiptarëve që është ndërtuar me 8 maj të vitit të kaluar që të mund ngarojmë së bashku edhe për zgjedhjet lokale. Është e vërtetë që ajo çfarë është ofruar Aleancës është ndoshta 35 ose 40%, por kjo nuk është që ne e kemi vënë në peshore që ta masim sakt, por thjesht e kemi shfaqur vullnetin e mirë të pjesës tjetër të koalicionit Vlen që edhe Aleanca është pranuar kushtëzimi që është bërë nga zoti Taravari, pavarësisht vullnetit të mirë të pjesës tjetër. Nëse jo, për ndryshe mund të shkojë me anketa ose me ndonjë formë tjetër të matjes. Po, domethënë, përsëri nuk dua të përdor atë term, por ne kemi të dashur të ta ndihmojmë edhe zotin Taravari që edhe ai të marrë vendim që të mbetet në koalicionin Vlen dhe të vazhdojmë me këtë koalicion edhe për zgjedhjet lokale. Opinioni pastaj se si do ta interpretoj këtë punë, se ai është lëshim i pej nga ana jonë ose kushzim nga ana e Aleancës, është çështje interpretimeve. Unë nuk kisha dashur të spekuloj me terma të tillë për shkak të kujdesit që kemi që ne të vazhdojmë bashkëpunojmë edhe për zgjedhjet lokale që do mbahen në vjesht. Ndoshta nuk do doni t'i thoni publikisht për momentin, sepse mbase shumë herët, mirë po është e vërtetë që ashos do t'i takoj Gostivari, Vrapçishti, Bogovina, Likova, Dollneni dhe edhe Saraj, dhe nëse po, çfarë i takon Alternativës në këtë rast? Me cilat komuna do të garoni? Unë pash që tashmë ishte bërë lajm edhe pse insistimi im s'paku ka qenë, për pjesën tjetër nuk mund të garantoj, por mund të garantoj për pjesëmarrësit e Alternativës në ato bisedime që
ato nuk janë nxjerrë në opinion, por e pa që Alzati veç e kishte bërë lajm për 5 komuna të cilat i ofrohen ASH-s që ta marrë vendimin që të karojnë bashkë në zgjedhje lokale. Ato janë Kostivari, Vrapçishta, Bogovina, Likova dhe Tollneni, duke qenë të bindur se këto janë komuna që sigurisht fiton një kandidat shqiptar. Po me Saraj? Me Saraj në shlën që pasi të mbyllet ajo çfarë do të vendosë të nesërmen Alanca për shqiptarët, kjo është pyetje pastaj që të duhet shtrohet mes partnerëve të tjerë të koalicionit. Ajo çfarë na ka thënë mbrëm zoti Taravari është që do më jep një kohë deri të martën në mbrëmje kur e ka mbledhjen e kryesisë qendrore të Alancës dhe aty do merret vendimi i fundit. Ne urojmë që ky vendim të jetë pozitiv. I inkurajojmë antarët kryesisë qendrore të ASH-s se interesi i gjithë shqiptarëve është që ata të mbeten pjesë e koalicionit vlen, sepse vetëm kjo është edhe zgjidhje për fitoren e vjeshtës në zgjedhjet lokale, por është zgjidhje edhe për atë çfarë kërkon elektorati shqiptar nga ne. Janë nda komuna tjera mes partnerëve të tjerë të koalicionit, çfarë synon alternativa? Jo, domethënë aktualisht nuk janë zhvilluar fare bisedime mes partnerëve të tjerë të koalicionit për çfarë mund të marrim ne, çfarë mund të marrin të tjerët. Kjo për arsyeën e thjeshtë se kemi dashur që të ndjetë Alanca mirë dhe të ketë mundësi që Alanca ta shprehë vullnetin e saj. Në kohën që Alanca deklarohet rreth këtij propozimi që e thatë ju, atëherë ne do ulemi dhe do gjejmë zgjidhje. Ajo që është shprehur si vullnet i partnerëve tjerë të këtij koalicioni është që ne detyrimisht të merremi vesh për shkak se, për hir të vërtetës më duhet që ta them, te partnerët e tjerë të koalicionit nuk është çështja e parë dhe themelore kush çfarë merr dhe cila është përqindja të cilën e merr, por është mbi të gjitha që të vazhdohet mbrohet kauza e Vlenit si antipod ndaj politikave korruptive të PVD-s. Sikur po përshtaten gjithë kushtet vetëm që të akomodohet Alanca për shqiptarët, si e vlerësoni ju faktin që vazhdimisht në negociata në grupet e punës dërgohen persona të ndryshëm nga Alanca për shqiptarët? E vlerësoni si mungesë konzistence dhe si mungesë respekti ndaj këtyre negociatave? Po unë dua të gjykoj se kjo nuk bëhet me tendencë, por është ndoshta për shkaqe teknike, për shkak të mungesës kohës të njerëzve të cilët janë të caktuar fillimisht. Sigurisht që nuk është mirë që të nderojnë personat të cilët marrin pjesë në negociata, për shkak se kjo e dëmton vetë procesin, por thjesht ajo çështje që duhet. Përfaqësuesit tjerë nga partitë e tjera janë të njëjtët? Po, realisht domethënë nga partitë e tjera nuk ka ndonjë ndryshim të pjesëmarrësve në ato negociata. A ka ndonjë hatërmbetje Alanca për shqiptarët ndaj alternativës konkretisht, sepse jo zyrtarisht flitet që ekziston kjo hatërmbetje për shkak se sipas tyre alternativa nuk ka sjellë mjaftueshëm vota në koalicion në zgjedhjet e fundit parlamentare? Nuk e di a ka ndonjë hatërmbetje, është pyetje që duhet ta bëni për Alancën për shqiptarët, nëse flasim me vlera empirike se çfarë ka sjell alternativa në zgjedhjet e fundit. Ju e dini se alternativa ka pasur bartasin e zonës 2 zgjedhore, do të zoti Afrim Gashi ishte bartas në koalicionin Vlen dhe po të referohemi shifrave të rrethit të parë të zgjedhjeve kur ishte gara për president dhe pastaj për rrethin e dytë të zgjedhjeve, kur ishte gara për zgjedhjet parlamentare, për të 2 javë kishim rritje mbi 7.000 vota, domethënë, dhe për shkak se çdo parti e kishte pjesën e saj të përgjegjësisë në çdo zonë zgjedhore, ne në zonën e dytë zgjedhore si bartës të procesit mendoj se kemi korr sukses dhe në fakt humbja nuk është bërë as në zonën 1, as në zonën 2, as në zonën e 6 ku ishte Lëvizja Besa. Kështu që unë gjykoj se nuk ka asnjë vlerë empirike cila e dëshmon atë që e thatë ju. Unë besoj se alternativa është partneri i barabartë i këtij koalicioni dhe
çdo sjellje tjetër e partnerëve tjerë nuk është e drejtë ndaj alternativës, sikur që nuk është e drejtë ndaj asnjë partneri tjetër. Në rast se partneri i koalicionit Aleanca për Shqiptarët e lëshon koalicionin, mund të shpresoj në mbështetjen tuaj në cilën do komunë ose për cilën do listë të kandidatëve për këshilltar komunash në zgjedhjet lokale, duke qenë se zoti Taravari sot e tha që nëse nuk mbetemi në koalicion, ndoshta me ndihmën e partnerëve të koalicionit mund të marrim mbështetje për disa komuna dhe në fakt sot ai nuk e përmendi as pak bashkëpunimin me BDI. Mund vjen mirë që ai përfundimisht nuk e përmendi bashkëpunimin me BDI-n dhe kjo është lajmi i mirë për gjithë qytetarët shqiptar, por edhe për vetë Aleancën për shqiptarët. Vjen mirë që ka reflektuar dhe është të penduar nga ajo që kishte thënë të kaluarën se ka pasur edhe komunikim me njerëz BDI-s, me leadershipin e saj dhe bile edhe afinitet që të mund... Me zotin Ahmeti e ka pranuar. Me zotin Ahmeti dhe më vjen mirë që ai ka reflektuar që nuk ka opsion të bashkëpunimit me BDI-n, por më duhet të them edhe një gjë tjetër, që në opinion është mjaft e qartë që edhe po të shkohet vetë si Aleancë për shqiptarët, edhe kjo është një shërbim për BDI-n, për shkak se ne e dim një që i njohim rrethanat politike dhe një që e njohim gjuhën e shifrave të votave në zgjedhje, e dim se për BDI-n është e mjaftueshme që edhe vetëm një element i vlenit të hiqet nga koalicioni, pavarësisht se a bashkohet në koalicion me BDI-n ose me Frontin, e rëndësishme është që të dëmtohet vleni. Ashtu që mua më duhet të them që për vlenin është barabartë ajo se a shkohet vetë apo shkohet me BDI-n, për shkak se të dëmi që i shkaktohet vlenit është i njëjtë. Andaj ne vazhdojmë të besojmë dhe t'i ftojmë edhe kolegët e Aleancës për shqiptarët që të mos e bëjnë këtë gabim, se ashtu vetëm i bëjnë shërbim BDI-s dhe politikave korruptive të saj. Edhe po të mbetet brenda koalicionit vlen, zoti Taravari nuk e di sa do ta ketë besimin tuaj më, këto do më duhet të ma komentoni ju, dhe nga ana tjetër edhe po të dalin nga koalicioni vlen, sa do ta ketë besimin tuaj për të qenë partner në qeveri? Këto janë situata hipotetike, besimi është diçka e cila ndërtohet në bashkëpunim dhe ne do duhet të vazhdojmë të bashkëpunojmë që ta ndërtojmë mirë besimin mes nesh. Unë nuk dua të spekuloj për ato situata për shkak se jam i prirë të mendoj se nëse mbrojmë Aleanca për shqiptarët do e marr vendimin që e presin gjithë shqiptarët dhe të mos i shërbej BDI-s. Pritni që nesër konkretisht të ketë një vendim nga Aleanca për shqiptarët ose mund të zgjatet pafundësisht kjo punë dhe ju e thatë veç më një afat, një javë. Kjo nuk ndodhi brenda javës. Nëse kërkohet edhe një afat tjetër nga Aleanca për shqiptarët? Marrëveshja jonë e mbrëmshme me zotin Taravari ka qenë se më janë shterur gjitha argumentet për mënyrën se si duhet të garohet në zgjedhje lokale dhe s'ka nevojë të vazhdojnë akoma bisedimet rreth asaj se si duhet të përfaqësohemi në atë garë zgjedhore, andaj e kemi mbyllur këtë çështje se kjo është oferta cilën Aleanca duhet ta gjykojë si të volitshme ose të pavolitshme për të dhe të na përgjigjet se a është dakord të vazhdojmë tutje dhe nuk është lënë të hapësirë tjetër që të vazhdohet edhe me bisedime të tjera për shkak se kjo është më humbje kohë për pjesën tjetër të koalicionit vlen, nga se do kthehemi prapë duke i risjell argumentet të cilat veç më janë thënë në shumicën e atyre takimeve. Andaj unë gjykoj se të nesërmen në mbrëmje ne duhet të kemi një përgjigje përfundimtare dhe uroj që përgjigja e ASH-s të mos i gëzoj të tifozët e BDI-s. Kur mund të kemi emra kandidatësh për kryetar komune me që partit tjera kanë paralajmëruar që ndoshta në maj mund t'i publikojnë emrat e parë? Po, akoma është herët, nuk mund të spekuloj me emra për shkak se jemi
në gjendje të cilën po flasim edhe sonte, ne akoma nuk e dim se kush në çfarë komune është e mundur të garoj, vetëm atëherë do mund të flasim edhe për emra të mundshëm të kandidatëve. Kjo është një gjendje të cilën është herët ta komentojmë dhe të spekulojmë. Gjithsesi që zgjedhjet lokale janë zgjedhje ku shumë varet nga emri i kandidatit dhe ne po përpiqemi që çdo kush t'i ofrojë emrat më të pranuar dhe të kërkuar nga komuniteti dhe ajo komunë në të cilën ata duhet të garoj. Me që kemi edhe shumë pak kohë, do doja t'ju pyes një pyetje tjetër që nuk ka lidhje me koalicionin Vlen. Në kuvent po zhvillohet tashmë intervistimi i kandidatëve për Këshillin Programor të Radio-Televizionit të Maqedonisë, një trup ky që duhet jetë profesionist për punën e Radio-Televizionit të Maqedonisë, mirë po ka ngecur procedura për Këshillin e Agjencisë së Mediave. Të dy trupat janë shumë të rëndësishëm për mediat. Vlerësoni që duhet ketë një procedurë tjetër më të mirë, më profesionale dhe më transparente, duke qenë se pati shumë kritika për Agjencinë e Mediave. Po, çdo herë kur ka zgjedhje të agjencive të pavarura, siç është edhe Agjencia për Media, siç është Këshilli për Radio Televizionin e Maqedonisë, çdo herë ka edhe komente se dikush është i ndonjë subjekti politik, se ka një të kaluar politike, se ka pasur afërsi politike me një subjekt tjetër. Megjithatë, ne jemi një shtet i vogël dhe një shoqëri mjaft e vogël, andaj të pretendojmë në purizëm ose pastërti absolute të personave që aplikojnë nga çdo të kaluar me ndonjë histori politike, nuk mundemi. Ajo që është e rëndësishme është që ata cilët zgjidhen t'i plotësojnë në kushtet të konkursit të cilat janë dhënë. Po që se i plotësojnë ato kushte, unë jam shumë dakord që të zgjidhen, pavarësisht se kush janë ata emra, sa jam unë i informuar, ata që janë të përzgjedhur te Agjencia e Mediave i kanë plotësuar kushtet e konkursit dhe mbetet që të vazhdoj puna për zgjedhjen e tyre në kuvend. Megjithatë, kemi edhe përvojë jo të mirë me politizimin e institucioneve, siç ndodh rëndom, për shkak se persona që kanë qenë aktiv politik hynë edhe në institucionet dhe trupat e pavarur. Po, kjo punë çdo herë ka qenë edhe mbetet për shkak se po më duhet ta përsëris, domethënë ne kemi plot trupa të tjerë ku ish politikanë zgjidhen në të detyra të tilla dhe ne nuk mund të pretendojmë që ata nuk kanë më asnjë afinitet politik. Ne duhet të priremi duke i respektuar ligjin dhe duke i respektuar ato norma që janë të vendosura në kuadër të konkurseve dhe t'i respektojmë ato. Ajo pjesa jonë. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë në Alsat. Ju faleminderit edhe juve shumë.